Prej disa ditësh në qytetin e Shkodrës kanë nisur të vendosen struktura rrethuese pranë kontinjerëve të mbetërinave. Kryesisht këto struktura po vendosen në rrugët kryesore të qytetit. Vendosja e tyre, e cila po realizohet nga ndërmarrja e shërbimeve publike pranë bashkisë Shkodër, ka si qëllim jo vetëm të rrethojë zonën e kontinjerëve, por edhe të krijojë një pamje sa më estetike në harmoni me rrugët e qytetit. Shumë mirë është, i lumshin durët aty që ka shkumamen. Me dhënë edukat njerëzve, se e shaf ka herë që i qesin koshat jashtë, me hedhë prenët ku duhet. Në qytetarët e në Shkodrën, nuk jena desedak, si të qoftë, ka shumë vjetë që kena demokraci, me mësu, me majtë pastët, mas me hedhë dalë ku dalë letërës. Të mirë, kanë punua, shumë ma mirë marrë është. Me kanë ma poshtë, hedhin me të rinat bjenë tokë. Bile edhe 30 rasa ma poshtë kështë e vjetë me kanë. Na duke shumë mirë, koshat janë më lumë, edhe të rasat janë kryvepër që kanë bëha bashkia. Ma estetike, ma pastër, ma të gjanat është. Kushti i rëndësishëm është që me pa panoramin tamam për smarit. Kjo ndërhyrje për vendosjen e strukturave pritet të shtrihet edhe në rrugët e tjera të qytetit të Shkodrës, ndërsa policia bashkiake vijon aplikimin e xhobave për personat që ndotin ambientin duke mos depozituar mbetërinat në vendet e caktuara.